Partia Demokratike punon me Amerikanët dhe fushizohet ndërsa akuzon Ramën se bashkëpunon me bandat në Shqipëri. Ne jemi më të fortë se kur, sepse fushatën tonë e projektoj, e drejton, krye strategu i fushatës më të suksesshme elektorale në historinë e njerëzimit, rikthimit presidentit Donald Trump, Krishna Civita. I ra kokës me dorë, me grushta, atë ditë që doli Krishna Civita në konferencë shtypi. Por miq, këto 2 ditë është i të mëruar edhe më shumë, sepse mësoj se Partia Demokratike ka marrë për avokat të kauzave tuaja të drejta, për avokat të kauzës së drejtë të çdo shqiptari, të votës së lirë të shqiptarëve, avokatin e presidentit Donald Trump. Imagjinoni tani miq, në një anë opozita me Krishna Civitan, në anën tjetër ai me vullnetësinën, ja i duhet një deputet që duhet dorëzonte mandatin dhe që infektoi Shqipërinë me mallat skaduara. Imagjinoni pak, opozita, Partia Demokratike, ju të gjithë, me avokat, një vigan, avokatin e presidentit Donald Trump, kurse ai me bandat, me suelqelen, me bajrat, me hajrat dhe me tjerë. Por për krye socialistin Edi Rama, lobimi prej $6 milion në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga Partia Demokratike është bërë për të hequr damkën non grata. Rama më vën në dyshim burimin e këtyre parave. Jeni sot të habitura nga fakti që janë paguar €6 milion. Është bërë një kontratë €6 milion, thuhet nga patriot, ju kujtohet që dhe herën e kaluar Luli Shkret për 500.000 u bë leck. Edhe ai kështu tha, u mblodhen ca patriot, po €6 milion për të hequr damkën e një personi non grata janë vërtet shumë për të mos bërë pyetjen ku u gjetën gjithë ato para. Dhe si mundet që thjesht dhe vetëm për hallin e një njeriu të paguen më shumë para se sa çfarë shteti shqiptar jep për të gjitha partitë politike të marrës bashku. Pastaj është edhe pak e çuditshme kur mendon që Nena u tha se sa të vinte Trumpi do ikte non grata. Tani u dashkan edhe €6 milion me shpresën që do iki non grata. Por edhe sikur të rri dhe sikur të iki, kjo nuk është çështja më e shumicës dërmuese të shqiptarëve dhe të shqiptareve që janë sot në një moment historik dhe që duhet marrë një vendim historik.
Ndërkohë, prokuroria e posaçme antikorrupsion është vënë në lëvizje pas publikimit në media të kontratës së lobimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës së Partisë Demokratike me vlerë prej $6 milion. SPAK konfirmoi zyrtarisht pra dy CNN se ka nisur verifikimet. Në lupën e prokurorëve janë shifra e kontratës dhe burimi i të ardhurave të financuesve. Kontrata e lobimit të Partisë Demokratike në SBA është futur në verifikim nga SPAK. Prokuroria e posaçme antikorrupsion konfirmoi zyrtarisht lajmin pra dy CNN. Shifra prej $6 milion që kësaj kontrate dhe burimi të ardhurave të financuesve janë vënë në lupën e prokurorëve të posaçëm. Lëvizja SPAK erdhi pas publikimit në mediat të kësaj kontrate, ku Departamenti Amerikan i Drejtësisë bëri publike marrëveshjen 24 mujorëshe me vlerë totale prej $6 milion, sipas së cilës për çdo muaj deri në prillin e 2027 do të disbursohen $250.000. Për sa kohë ishte në pushtet administrata Biden, unë vendosa të mos loboj asë një moment. Kompania e pajtuar për lobimin është Continental Strategy dhe pagesa e lartë duket se merr shpjegim nga emrat e disa prej drejtuesve të saj, që njihen si persona shumë pranë presidentit amerikan, Donald Trump. Kundërfirmosja në emër të amerikanëve është bërë nga Carlos Trujo, ish këshilltari Trump, por emri tjetër më i rëndësishëm është ai Kate Wallace, vajza e Suzy Wallace. Kjo e fundit mban detyrën e shefës së kabinetit të Donald Trump dhe është njeriu që drejtoi fushatën elektorale që e riktheu presidentin amerikan në Shtëpinë e Bardhë. Ajo njihet edhe si bashkëpunëtore ngushtë me Chrysler Civitan. Chrysler Civitan, unë të garantoj që është në aktivitet të plotë. Verifikimi nisur nga SPAK duket se lidhet pikërisht me financuesit e kontratës $6 milion që zyrtarisht nuk paguhet nga Partia Demokratike. Selia Blu në një reagim publik u shpreh se të gjithë dollarat janë donacion nga komuniteti shqiptar në SBA nëpërmjet fondacionit Make Albania Great Again. Madje edhe paratë e trekëseve të para janë paguar nga Nureddin Seci, shqiptaro-amerikani nga Tropoja që jeton në New York, i cili është edhe garantori i kontratës së lobimit. Është pikërisht kjo skem që ka tërhequr vëmendjen e SPAK në Tiranë. Nuk është oficer fushë, ai është marshall. Sipas marrëveshjes, kompania Continental Strategy do të ndihmojë në krijimin e kontakteve me zyrtarët e qeverisë dhe Kongresit Amerikan, do të promovoj kauza si lufta kundër korrupsionit dhe reforma qeveritare në përputhje me interesat SBA Shqipëri, si edhe do të angazhohet në çështje strategjike ligjore në emër të PD-s dhe koalicionit Aleanca për Shqipëri Madhështore. Çfarë nuk gjendet zyrtarisht në tekstin e kontratës, por që gjerësisht mendohet se është qëllimi i saj kryesor, lidhet me nëngratën e Sali Berishës, rënjes së cilës, faktike apo zyrtare, do të përkthehej në ndihmë edhe për PD-n në prag të zgjedhjeve parlamentare. Vitin e fundit janë rritur ndjeshëm rastet kur në vendin ton droga vjen me post. Kanabisi është drogë e cilësisë së lartë dhe sipas ekspertëve ajo panashkalon lëndën narkotike të kultivuar në vendin ton. Shtohen ndjeshëm rastet kur droga vjen në Shqipëri me post. Gjatë vitit të fundit, policia e Tiranës ka goditur 10 raste kur në vendin ton droga ka ardhur me post nga Amerika, Tajlanda dhe Kanadaja. Kryesisht tuajse në të gjitha këto raste, personat që e kanë marrë pakon me lëndë narkotike e kanë kamufluar atë si të ishte pako me veshmbathje, rroba, bizhuteri apo dekore shtëpiake. Pakot me kanabis që futen në territorin ton janë me përqindje të lartë të HC, droge cilësisë së lartë. Për ekspertin Fation Softa, përdoruesit e lëndës narkotike po kërkojnë një drogë më të fortë se ajo e kultivuar në territorin shqiptar, duke bërë që edhe kërkesat për ardhjen e kanabisit me post të jenë në rritje. Meqense përmbajtja e drogës së ardhur nga Shtetet e Bashkuara në rreth postës më e lartë se sa përmbajtja e drogës, flasim për nivelin e forcës së kësaj droge në raport me drogan vendase. Pra ka një rritje të tregut për droga më të forta. Kjo është një biznes i ndjeshëm, i cili po aplikohet jo vetëm nga shqiptarët, por edhe nga tuaj, dhe kjo po shtohet sidomos tani sepse jemi në sezon dhe nevoja për drogë dhe kërkesa për drogë është nevojë e tregut për shkak të rritjes së sezonit të turistëve. Sipas Softës, postat publike dhe ato private duhet të kenë më shumë kontroll nga autoritetet,
pasi nëpërmjet tyre përveç drogës mund të trafikohen edhe sende të tjera të jashtëligjshme. Posta duhet qoftë ajo publike, qoftë ajo private, do të jenë më të monitoruara nga institucionet ligjzbatuese. Po përdoren si element të cilët janë jo vetëm droga, por mund përdoren edhe për armët, mund përdoren edhe për sende të tjera të ndaluara, kështu që kontrolli dhe monitorimi ndaj tyre do të jetë patjetër i madh. Dhe kontrolli do të jetë të paktën ndaj lëndëve narkotike, duke përdorur qenin e drogës, duke përdorur elemente të tjerë që kontrollojnë ndërmjet pajisjeve me rreze për prezencën apo jo të lëndëve narkotike. Nëse pritësi i pakove me kanabis arrestohet, dënimi për këtë vepër penale kur kryhet nga një person i vetëm shkon nga 7 deri në 15 vite, e ndërsa kur janë 2 ose më shumë persona, dënimi shkon nga 10 deri në 20 vite heqje lirie. Deputetët e Kosovës dështuan të konstituojnë kuvendin për herë të 8. Opozita fajsoi Kurtin, i cili këmbgul në propozimin e Albulena Haxhiut si kryeparlamentare, duke rrezikuar çuarjen e Kosovës në zgjedhje të jashtëzakonshme. Albulena Haxhiu ka dështuar përsëri për të marrë postin e kryetares së Kuvendit të Kosovës. Në seancën e 7, ajo ka marrë sërish vetëm 57 vota pro, nga 61 votat e nevojshme për të marrë këtë post. Kundër saj votuan 41 deputet nga PDK-ja, LDK-ja dhe AAK, ndërka aq 3 deputetët e nismës socialdemokrate abstenuan sërish. Për janë 57 vota, 41 kundër dhe 3 abstenime. Konstatoj se deputetja e propozuar për kryetarët e kuvendit nuk i ka marrë votat. Lëvizja Vetëvendosje nuk heq dorë nga kandidatura e Albulena Haxhiut. Këtë herë këtë fakt e ka bërë publik numri 2 lëvizjes Vetëvendosje Glauko Njufca nga foltoria e kuvendit. Lëvizja Vetëvendosje sërish e propozon zonjën Albulena Haxhiu për kryetarët e kuvendit. Nderuari kryesues, kërkoj që ta çetni në votim këtë propozim, kurse juve të nderuar koleg, ju kërkoj që ta mbështetni me votën tuaj. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, deklaroi se insistimi arbitrar i vetëvendosjes për Albulena Haxhiun po pamundson që të lëvizet nga ky pozicion. Sipas Krasniqit, Kurti është ai që po sakrifikon Albulena Haxhiun. Është absolutisht e pakuptueshme që edhe herën e 7 vim këtu me mandatin qytetar për t'i dhënë vendit institucionet e reja që burojnë nga verdikti i qytetarëve në zgjedhjet e nënshkurtit, por insistimi arbitrar i vetëvendosjes për Albulena Haxhiun po e pamundson që të lëvizim nga ky pozicion. Hykmet Bajrami, e cila është propozuar si shef e grupit parlamentar të LDK-s, tha se partia fituese e zgjedhjeve nuk mund të imponojë voton për në kuvend. Jam këtu për të shprehur shqetësimin në emër të Lidhjes Demokratike të Kosovës, që lëvizja vetëvendosjes sot për herën e 7 pengoj konstituimin e kuvendit të Republikës së Kosovës. Einstein e ka thënë shumë qartë, është çmenduri me përsërit veprimin e njëjtë dhe me prit rezultat ndryshe. Ndërkohë deputeti i lëvizjes vetëvendosje Kuran Murati tha se zgjedhjet janë skenari i fundit, megjithatë u shpreh se janë të gatshëm. Ata që thonë se po bllokohet konstituimi, nga të gjithë dhe gjithë duhet ndajnë përgjegjësinë barabartë, kanë gabim, sepse me vot për nuk ka blokadë. Pra blokada bëhet kur nuk voton për, kur voton kundër ose abstenon ose nuk merr fare pjesë në votim. Në seancën e së dielës, deputetët duhet të emëronin kryetarin dhe 5 kryetarë në mënyrë që të konstituonin kuvendin e Kosovës përfundimisht. Vetëm pas konstituimit të kuvendit mund të hapet rruga për formimin e qeverisë së re. Kisha Katolike shënon të dielën e parë pa papën. Apro 200.000 persona janë mbledhur sot në sheshin e Shënpjetrit për të përkujtuar ratin e shenjtë, ndërkohë për herë të parë është bërë publik edhe varri ku është prehur papa. Kisha Katolike Romane përjetoi të dielën e parë pa papën Franceskun. Në pritje të nisjes së konklavës, e cila do të zgjedh pasuesin e Bergoglios, rritet vazhdojnë. Të dielën e 27 prillit, liturgjia përfshin 2 ndryshime të vogla të diktuara nga mungesa e papës. E para është lutja e besimtarëve. Në këtë rast, synimi i parë është gjithmonë për papën. Emri i papës nuk lexohet. E njëjta gjë ndodh gjatë misterit të besimit. Para se të mbërrim në kungim, është një pjesë e liturgjisë në të cilën thuhet: "Tani kujtoni të gjithë ata për të cilët po ju ofrojmë këtë sakrificë, shërbëtorin tuaj dhe papën ton."
Vatikani vlerëson se rreth 200.000 njerëz u mblodhën në sheshin e Shën Pjetrit të dielën në meshën përkutimore përndër të Papës. Kapaciteti maksimal u arrit në zonën e Shën Pjetrit, raportuan media duke cituar autoritetet policore. Rasti përkoi me jubileun e adoleshentëve, plani fillestar i të cilit përfshin kanonizimin e të bekuarit Carlo Acutis, i cili do të bëhet shenjtori i parë mijëvjeçar. Riti i kanonizimit të Acutis u pezullua pas vdekjes së Papës, por mesha konfirmua dhe morën pjesë shumë të rinj. Kardinali Pietro Parolin kryesoi ceremoninë e cila shënoi ditën e dytë të lutjes, që tradicionalisht pason vdekjen e Papës. Ndërkohë për herë të parë është bërë publik edhe varri i Papës, i cili ndodhet midis kapelës Paluina dhe kapelës Sforza dhe ndodhet pranë altarit të Shën Franceskut. Për krijimin e tij u përdor mermeri nga Liguria, vendi i origjinës së gjyshëve të Papës. Donald Trump ka nxjerrë në pa edhe një herë paqëndrueshmërinë e tij në politikën e jashtme. Pas fjalëve pozitive për Vladimir Putin, tashmë është kthyer përsëri kundër. Këtë herë Trump u ndikua nga Volodymyr Zelensky. Në një herë pas takimit në Rom me kreun e shtetit të Ukrainës, Trump kërcënoi Rusinë me sanksione të tjera. Ndërkohë Putin ka njoftuar çlirimin e plotë rajonit të Kurskut. Donald Trump ka ndryshuar përsëri qëndrim ndaj Rusisë. Me njëherë pas takimit me kreun e shtetit të Ukrainës, Volodymyr Zelensky, Trump kërcënoi Rusinë me sanksione dhe shprehu dyshime për gatishmërinë e kreut të Kremlinit për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë. Gjatë fluturimit për NSBA nga Roma, Trump shkroi në Truth Social se nuk kishte asnjë arsye që Putini të gjuante raketa në zona civile, qytetet dhe fshatrat në Ukrainë ditët e fundit. Më bën të mendoj, ndoshta ai nuk dëshiron të përfundoj luftën fare, por thjesht po më pengon dhe duhet të trajtohet ndryshe, theksoi Trump. Presidenti amerikan përmendi si shembull të ashtu quajturat sanksione dytësore, pra masa ndaj vendeve të treta, kompanive apo individëve që vazhdojnë të bëjnë biznes me Rusinë. Ai gjithashtu tregoi se dëshironte të shkëpuste më tej Rusinë nga sistemi bankar ndërkombëtar. Sa kaq Rusia vijon për parimet e saj në terren, Moska njoftoi se ka rifituar plotësisht kontrollin e rajonit të Kurskut, një pretendim i kontestuar menjëherë nga pala ukrainase. Shefi i shtabit të përgjithshëm të Rusisë, Valeri Gerasimov, e bëri deklaratën në raportin e tij drejtuar presidentit Vladimir Putin, duke thënë se trupat ruse të premten çliruan vendbanimin e fundit nën kontrollin Ukrainas në Kursk. Në përgjigjen e tij ndaj raportit të ushtrisë së publikuar nga Kremlini, Putin tha se sulmet e Ukrainës në rajonin e Kurskut kanë dështuar plotësisht dhe humbjet e saj me siguri do të reflektohen në të gjithë linjën e kontaktit luftarak. Ai shtoi se disfata krijon kushte për veprime të mëtejshme të suksesshme ushtarake në fronte të tjera. Hamasi është gati të pranojë një armë pushimi Izraelin për një periudhë 5 vjeçare. Në këmbim Hamasi zotohet të lirojë të gjithë pengjet izraelite. Premtimi i armë pushimit është bërë i ditur nga Kairo, ku delegacionet e Hamasit dhe Izraelit ishin për bisedime. Ndërkohë nga Tel Avivi nuk ka akoma një reagim zyrtar. Organizata terroriste islamike palestineze Hamas ka deklaruar gatishmërinë e saj themelore për të rënë dakord për një armëpushim 5 vjeçar dhe për të liruar të gjithë pengjet e Izraelit. Një marrëveshje e tillë mund të jap fund luftës në Gaza, tha një përfaqësues i Hamasit për agjencinë e lajmeve AFP. Hamasi është gati të nënshkruajë një marrëveshje për një shkëmbim të burgosurish dhe gjithashtu një armëpushim 5 vjeçar, tha përfaqësuesi i Hamasit në Kairo. Në këtë kuadër të gjithë pengjet e Izraelit të mbajtur ende në rripin e Gazës do të liroheshin në këmbim të burgosurve palestinez. Delegacioni i Hamasit zhvilloi bisedime me ndërmjetësuesit egjiptian në Kairo gjatë shtunës. Nga Kairo, një zyrtar i lartë i Hamasit njoftoi gjithashtu se delegacioni kryesuar nga Kahil Al-Haya do të diskutonte vizionin e Hamasit për përfundimin e luftës me përfaqësuesit egjiptian. Egjipti së bashku me Shtetet e Bashkuara dhe Katari ndërmjetësuan një armëpushim mes Izraelit dhe Hamasit, i cili hyri në fuqi më 19 janar. Pas kadimit të fazës së parë të armëpushimit, Izraeli dëshironte të zgjasë fazën e parë në vend që të pajtojë me fazën e dytë të planifikuar me ndërprerje afatgjatë luftimeve, kur nuk u arrit asnjë marrëveshje. Izraeli rifilloi sulmet e tij masive ajrore mbi objektivat e Hamasit në rripin e Gazës rreth 2 muaj më vonë dhe gjithashtu filloi një ofensivë të re toksore. Përpjekjet për të arritur një armëpushim të ri deri më tani kanë qenë të pasuksesshme. Javën e kaluar Hamasi hodhi poshtë një propozim i Izraelit që do të kërkonte një armëpushim 45 ditor në këmbim të lirimit të 10 pengjeve të gjallë Izraelit. Gjatë bisedimeve në Kairo, Izraeli vazhdoi sulmet e tij në rripin e Gazës. Të paktën 10 persona u vranë në qytetin e Gazës të shtunën kur një ndërtesë banimi u bombardua. Rreth 20 persona janë zhdukur në ndërnoja. Një pjesë e madhe e tyre ishin fëmijë.
Një fazë e ndryshimi po ndodh në organet drejtuese të autoritetit palestinez. Mahmoud Abbas, presidenti i këtij autoriteti, ka dhënë ndërheqjen nga drejtimi duke emëruar një tjetër person, por që shikohet me simpati edhe nga Izraeli. Reforma në autoritetin palestinez po ndodh edhe për shkak të presionit të Donald Trump për arritjen e një paqe reje në rajon. Autoriteti palestinez ka hyrë në një fazë të rindryshimesh. Takimet e delegacioneve të Hamasit dhe Izraelit në Kairo dhe presioni Donald Trump për paqen në këtë rajon kanë ndikuar në vendimin e presidentit të autoritetit palestinez, Mahmoud Abbas, për të dhënë ndërheqjen nga drejtimi i kësaj partie. Ai ka emëruar të besuarin e ngushtë Hussein al-Sheikh si zëvendës dhe pasardhës të mundshëm të tij. Lajmin e ka bërë të ditur zyra e Organizatës për Shlirimin e Palestinës, një hap që shihet gjithësisht si i nevojshëm për të qetësuar dyshimet ndërkombëtare mbi udhëheqjen palestineze. Abbas, 89 vjeç, ka drejtuar Organizatën për Shlirimin e Palestinës dhe Autoritetin Palestinez që nga vdekja e liderit veteran Yasser Arafat në vitin 2004, por ai për vite me radhë i kishte regjistruar reformave të brendshme duke përfshirë emërimin e një pasuesi. Hussein al-Sheikh, i lindur në vitin 1960, është një veteran i krahut islamik të Fataut, krahut kryesor të Organizatës për Shlirimin e Palestinës, i cili u themelua nga Arafat dhe tani drejtohet nga Abbas. Ai shihet gjithësisht si një pragmatist me lidhje shumë të ngushta me Izraelin. Ai u emërua në kryetari i Organizatës për Shlirimin e Palestinës, pasi Komiteti Ekzekutiv i Organizatës miratoi emërimin e tij nga Abbas. Reforma e autoritetit palestinez, e cila ushtron autonomi të kufizuar në Bregun Perëndimor, të pushtuar nga Izraeli, ka qenë një prioritet për Shtetet e Bashkuara dhe monarkitë e Gjirit Persik, duke shpresuar se organi në fjalë mund të luajë një rol qendror në zgjidhjen e konfliktit izraelito-palestinez. Presioni për reforma është intensifikuar që nga fillimi i luftës në Gaza, kur rivali kryesor palestinez i OÇP-s, Hamasi, ka luftuar me Izraelin për më shumë se 18 muaj, duke lënë territorin e vogël të mbushur me viktima. Pas 3 dekadash, shtëpia e shkrimtarëve dhe artistëve në Durrës rikthen një traditë të bukur shumë vjeçare, hapjen e 2 ekspozitave kolektive të artistëve të artit pamor në qytetin bregdetar. Në një simbioz të pako u bën bashkë në një ekspozit veprat e të mëdhenjve të artit pamor në Durrës, si Sabri Tuçi, Agim Kabaja, Zef Ujka, Gavril Priftuli, Skënder Kokobobo, Dimitër Arrallambi dhe shumë nxënësve të tyre që vijojnë traditën e bukur artistike, të atyre që u mësuan ABC-n e artit vizual. Nisma u konkretizua në ambientet e galerisë tashmë të rikonstruktuar Nicolet Basia, ku artdashësit mund të admirojnë ende tablot dhe pikturat e artistëve dursak të 3 epokave të ndryshme në ekspozitën e titulluar Pranver. Një ekspozitë e cila hapet mas më shumë se 30 e sa vjetësh, duke pas parasysh traditën që kemi pasur për të hapur ekspozita të Pranverës dhe ekspozitë në fund të vitit, pra ne bënim 2 ekspozita para viteve 90. Dhe duam ta rinjallim këtë ekspozitë. Janë rreth 71 vepra, që me mjaft artist, kemi në listë, por e kemi konceptuar si në 3 epoka, nëse do të themi. Mes morisë natyrave të qeta, peizazheve, kompozimeve, portreteve dhe skulpturave të ndryshme, artdashësit përshkrojnë në mënyrë figurative rrugtimin e artit pamor dursak që nga periudha para realizmit socialist e deri në ditët tona. Pas rekonstruksionit që pati, hapi dyert për gjithë artistët dursak, por jo vetëm. Kjo galeri sot ka bërë bashkë shumë breza të artit pamor, por edhe të skulpturës. Nga data 25 prillit deri më 19 maj, artdashësit dursak, por edhe turistët e huaj, do të mund të admirojnë në galerinë e qytetit disa nga veprat më të mira të artit pamor në 80 vitet e fundit. Sa bukur kjo. Emocione, spektakël dhe shumë gola, kështu mbyll faza e rregullt e kategorisë superiore në futbollin shqiptar. Tirana fitoi 0-2 ndaj Dinamos në Rogozhin, duke siguruar një vend për në play-out. Ndërkohë Latri dhe Skënderbeu nuk ja dolën të mbijetojnë dhe zbritën nga elita. Në Final Four për titullin shkojnë Egnatia, Vllaznia, Dinamo dhe Partizani. Kryeqytetasit fituan 2-0 ndaj Elbasanit, duke e lënë këtë të fundit jashtë top 4-shes. Golat e Prekës dhe Eleke i mjaftuan të kuqjve për të siguruar një vend në Final Four, ndërkaq Zhbylisi siguroi mbijetesën me një fitore vendimtare 2-1 ndaj Skënderbeut.
Ishte gjithçka e përgatitur për këtë hapësirë informative. Unë ju përshëndes këtu. Natën e mirë.